Mirëmbrëma miq, përshëndetje. Thonë që burri duhet ta provojë veten në këtë jetë një herë në vështirësi, për shumë motive. Një nga motivet është që, me thonë drejtën, kur njerëzit punojnë dhe i kanë punët mirë në marrëdhëniet me tjerët, nuk dinë të vlerësojnë dhe të gjykojnë se sa të afërt ose të largët janë. Dhe në një moment shumë vështirë të jetës time, që mua më zgjati shumë, unë kuptova se ku i kam raportet me njerëzit, ku i kam raportet me ata që unë kam menduar që i kam miq, dhe ku i kam raportet me ata që unë kam pas një përshëndetje. Dhe u bona realist, u bëra me këmbë tokë. Në këtë moment të vështirë që mu desht të largohesha edhe nga Tirana dhe të rija në Shëngjin pranë një fabrikës time që m'jepte ngushullimin e jetës dhe dilja në mëngjes, futesha mes punëtorëve, punoja, fillova të bëja shumë artikuj të ri. Her pas here vinin ata të pakët miq që kishin ngel si pika e ujtit dhe ishin seleksionu në të gjithë rrëmujën e kokës time që unë mendoja se kisha me 10 ose mase abuzoj që them edhe me 100. Ata metën shumë pak mase sagishtat e dorës. Dhe një nga këta miqtë e mi që mu vinte më vizitonte në Shëngjin, kishte pak edhe pasion peshkimin, dilnim bashk në det dhe bënim një gjuetim me lampa, afroheshin peshqit e vegjël, nga peshqit e vegjël afroheshin të mëdhej dhe në ato vite në Shëngjin këta e bënin shumë shinjnak dhe zinin peshk pa fund, skumër e ku ta diun se çfarë. Ky miku im kishte edhe djalë të vogël që vinte shumë pasionum dhe ky mas peshkut, me shumë temperament, shumë çapkën, që vinte në varg me ne dhe rrinte gati gjithë natën deri në zbardhje të diellit. Unë du të kujtoj një moment me këtë mik që ky nuk kishte mase atë kumulim timin shpirtëror, por ishte njeri i lirë. Dhe masi zinim dhe yjet në qiell fillonin të zhdukeshin dhe po ja linin vendit diellit, më thoshte Luc, erdhi momenti. Dhe unë ngreja durët edhe i drejtohesha Zotit. O Zot, me një britëm të tmerrshme që mund dilte prej shpirtit për të gjitha të çgënjim që kisha kaluar në jetën time. Dhe kësaj britme i bashkoj edhe miku im që s'kishte asnjë lloj lidhje me atë punë dhe e gërthiste njësoj me mua dhe gërthiste dhe i drejtoi Zotit njësoj si mua. Dhe në bashin e kësaj varke të vogël 6-7 metra, ne shikonim këtë djalin e këtij miku tim të strukur që shikonte dy të çmendur që i drejtoheshin Zotit me një ulëri shpirtërore. Dhe ky djali i vogël që u strukte me këta dy njerëz që u ilërisnin qiellit, sot është bërë djali i madh. Dhe ky djalë është Arber Hajdari. Mirëmbrëma dhe mirë se ka ardhur. Çfarë prezantimi artistik, Po është i vërtet, ja ku e ke. Na fute në emocione. 17-18 vite më parë. Është pikërisht kështu. Unë e mbaj mend sikur të ketë qenë dje. Edhe gjithashtu mbaj mend që është po i njëjti njeri me po më të njëjtin temperament dhe energji, siç e kam parë ditën e parë dhe më tani. Si ta gjej Luca, ky djali i vogël është rritur, është bërë i madh dhe për herë të parë vjen në një podcast. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Po të pyes çik të ngacmoj, pse pikërisht zgjodhe këtë podcast, sepse ftesat janë pafund. Gjithmonë e kam parë ftesën në një podcast, jo vetëm si një intervistë, si një bisedë, por e shoh si diçka më të afërt. Edhe ndoshta nuk kam gjetur atë afërsinë e duhur nga ftesat që kam pasur për të marrë pjesë. Edhe ky ishte rasti i duhur ku e kam për kënaqësi të ftohem nga një mik i familjes time, siç është Gjergji, edhe nga një mik tjetër i familjes time, siç je ti, Bled Mame. Ta filloj unë i pari si gazetar, faleminderit edhe një herë, por dua edhe të ngacmoj. Për mua ti je një njeri që brenda te janë dy karaktere. Është ai
djali me organizatën e njohur humanitare fundjavë ndryshe që ndihmon individ, familje në nevojë, ti aty ku ka rëshqitje toka, shira, balt, zjarre, ku një shkollë ka nevojë për një çati, një familje ka nevojë për ushqime, pra arbër humanisi, por vjen e Marta dhe e shtun në mbrëmjen, dhe Mira e miliona sy që ndojnë para ekranit, dhe shohin një arbër tjetër. Një arbër i ftohtë që humanizmin e ka lënë aty jashtë studios dhe i mpret në logjik. Çfarë ndodh me karakterin tënd? Kam përshtypjen se të dyja janë të pandashme me njëra tjetrën. Si pjesë të karakterit, besoj se jam emocional, por arri të menaxhoj emocionin. Dhe në terren jam sigurisht ai njeriu siç jemi të gjithë ne, pasi kur vehemi përpara vështirësive të rasteve të vështira, na rritet edhe empatia, na rritet niveli i emocionit. Ndërsa në studio gjithmonë tentoj të jem më i ftohtë, të menaxhoj emocionet e mia, pasi aty nuk jam për të përjetuar emocione, po jam për të dhënë mendime të ftohta, të sinqerta, të logjikshme dhe aq më tepër mendime individuale dhe jo se çfarë i pëlqen masës së njerëzve. Gjesh Luca ka radhën për pyetjet. Jo, kur bëhet bledje gazetar, unë jam shumë herë më i familiarizuar sepse me kam ndjek këtë djalë që në zanafillat e veta. Por unë do doja që të daja një opinion me publikun, që pjesa e arbrit, pjesa e humanizmit të arbrit nuk është rastësi. Nuk është rastësi sepse bazë për gjithë ne që jemi rrit ka qenë familja. Bazë për arbrin që ka kalu në këtë lloj dimensioni është familja. Tashi unë nuk po flas për Çimin, se Çimin e kam shok fëminie, jemi rrit bashkë, dhe e di gjithë Tirana marrëdhënien time me te. Por Çimi është një shenjtë që ka pas mundësi në dorën e tij për me bë dom dhe për me bë mirë. Dhe unë e them fjalën shenjtë sepse Çimi gjatë jetës së tij atë peshore që i ka dhënë profesioni ose i ka dhënë atë mundësi që i ka dhënë jeta, Çimi e ka përdor për miradina. Ky është një aks shumë i fortë i arbrit në familje. Por është dhe një aks tjetër që njerëzit mase nuk e njohin. Edhe mu do të më lejoj t'i them dy fjalë. Është Oma, është Mira, është motra ime. Dhe arbri ka pas një marrëdhënie me nonën e vet të jashtëzakonshme, dhe arbri në formimin e vet ka kalu dhe një traumë me nonën e vet, sepse nona vet ka kalu një smundje shumë vështirë, një smundje që unë si njeri i mik i familjes e kam ndjerë dhe unë aq sa mund ta ndjej, kupton. Dhe ky formimi i arbrit me një bab shumë civil, me një bab shumë të gjanë, me një bab që atë që i fali, atë mundësi që i fali puna, mund ta përdorte, që ka dhe njerëz që e kam përdorë në drejtim tjetër, por e ka përdorë për mirë, dhe një non me një inteligjencë të jashtëzakonshme që ka rrit 3 fëmijë si drita, që e kaloi me aq kurajo smunjen e vet. Kupton apo jo? Arbri ka një plotësim nga familja vet, nga prindrit e vet, nga kimia e prindërve të vet, që mase njerëzit nuk e kuptojnë, ose e kuptojnë nëpër miradinave që bo arbri, por nuk e spjegojnë sepse nuk kanë këtë njoftje dhe këtë lidhje që unë kam me te, rastisht, a kupton? Këtë doja të thosha për pikën e parë, ndërsa për pikën e dytë, unë do të thosha që arbri i ka të dy planet. Dhe puna që bën, që i është përkushtu njerëzve nëpërmjet emocionit,
Tash dhe Arbëri ka nder shumë përballë që duhet edhe racional tek atë që ai duhet zgjedhë për ta çuar përpara. Kështu që unë mendoj që Arbëri duhet të vinë 50 kërkesa në ditë që i prek për halle, për siklete. Por Arbëri gradualisht është bërë racional, sepse ka prek ato që janë më të dhimbshme, ka prek ato që janë më të... Kjo është vërtet, sepse për hir vërtetës ka aq shumë raste të cilët shkruan në përditshmëri, sa që kur ulemi bashkë me pjesën e ekipit që bën vlerësimin, jemi të detyruar të jemi racional. Sepse kërkesat janë ndryshme dhe ti duhet të vlerësosh se cili nga këta është më në emergjent, cili nga këto fëmijë duhet niset i pari dhe këtu po flasim për jetë njerëzish. Edhe kur çohemi nga aty, pasi kemi marrë vendimet, themi Zoti na nimoft, sepse jemi bërë sebeb që disi mund t'ingëlloj keq që ne po zgjedhim se kush duhet niset më shpejt. Por duhet të jemi racional që të shkojë realisht ai që është më në hall se të tjerët. Edhe disi edhe ky është një menaxhim i emocioneve. Gjergji foli për babain tuaj. Faktikisht çfarë marrëdhënie ka Arbëri me Shkëlqim Hajdarin? I te kalojnë ato marrëdhëniet atë e birë, jeni shok të mirë, dikush është këshilltar, apo jeni, sepse edhe tani ti je rritur, diapazoni jot, Besoj se ne a jeni këshilltar të njëri tjetrit? Besoj se ne kemi kaluar marrëdhënien prind fëmijë që në voglin time. Që kur isha i vogël, i mat, nisi të më trajtonte jo vetëm si fëmijën e tij, po si një i ri që besonte te unë. I mat është patriot. Edhe kjo është paksa e vështirë për t'u besuar në realitetin që ne jetojmë sot. Por unë jam dëshmitar i shumë ngjarjeve të rëndësishme që kanë ndodhur në jetën e tij dhe sigurisht në raport me shtetin. Dhe sigurisht që sot, jo vetëm që kam një marrëdhënie të jashtëzakonshme, por kam fituar edhe statusin që shpesh herë edhe ai këshillohet me mua, ndërsa unë jam këshilluar me të gjithë jetës. Dhe mendoj që një nga gjërat më të shenjta që arritëm të krijonim së bashku me babën tim, ka qenë kjo marrëdhënia e hapur, ku shpesh herë nuk mungojnë debatet, nuk mungojnë këmbvështrimet e ndryshme, ama gjithmonë na ka bashkuar një gjë, dashuria për vendin. Aty nuk ka pasur diskutime. Në tavolinat e gazetarëve të Tiranës, kur Shkëlqim Hajdari u emërua prefekt e Tiranës, ishte një lloj zhgënjimi. Po ta them zhgënjimi për keq, sepse të gjithë prisnin që çimi meritonte më shumë. A është ky një shqetësim vetëm i ne gazetarëve, apo edhe i familjes, edhe i Shkëlqimit? Amazon, sepse kudo ku ka qenë, kryeprokurori i apelit ka lënë gjurmë, kryeinspektori i Shqipërisë la gjurmë, tani prefekt patjetër që do lë gjurmë. Po mos ndoshta çimi me moshën, pjekurinë, njohjet, eksperiencat meritonte diçka më shumë, duke menduar që sidomos administrata publike këto kohë po kalon një krizë të vërtet. A mos duhet një njeri me pjekurinë e Shkëlqimit që të ishte aty për të shkundur? Dua ta shikoj këtë marrëdhënie jo si prindi imi, por si një njeri i jashtëm që gjithmonë kur shoh që ka njerëz që ngrihen në detyrë, kam qejf që njerëz të mirë, njerëz profesionistë shkojnë në krye të institucioneve ndryshme dhe të krijojnë sisteme të cilat çojnë përpara punën. Duke parë karrierën e një zyrtari të lartë si i mat, mendoj që mund kishte pasur edhe pozicione që do të vlerësoheshin më tepër. Por edhe prefektura e Tiranës mendoj që është vlerësim. Dhe është një pozicion që i shkon staturës tij. Ai pothuajse i ka kaluar të gjithë nivelet e punëve, e ka nisur me vuajtjet më dhaja kur Shqipëria ishte në situata shumë të vështira. Në jetori 90-s. Ka pasur ngritjet graduale në karrierë dhe unë mendoj që në fund
të karrierës së tij, ai do të ngelet një simbol i sjelljes dhe kontributit real në raport të një individi me vendin e tij. Kështu që unë mendoj se edhe ky pozicion, kjo detyrë që i është ngarkuar, edhe pse shoh që do të jetë vështirë që prefektura të ngrihet në nivelin që i takon, kam besim se ashtu siç ndodhi dhe me institucionin paraardhës, ku u bë një punë 10 vjeçare galopante për ta ngritur një strukturë që ishte komplet e heshtur, mund të ndodhe edhe me prefekturën e Tiranës. Ta shlirojmë çik bisedën tash se më bëjmë shumë oficiale, po se unë pa dhe çik emocion me thënë drejtën për praninë tate këtu, nga që nuk e para herë je njeriu im, e kupton, e dyta, po jo më çat televizori, po shoh live e kom pa që je fëmijë. Ta shlirojmë çik bisedën. Tash o Bledmane, të japun përgjigje gazetarëve, se na çmendën, na lujtë menç. Prefekti i Tiranës është mëkomsi i mbretit. A është mëkomsi i mbretit ajo? Është fryma e mbretit. Tashi po të tregoj unë se ky e ka pas bab, e ka bab, e do fort këshillohet, tashi ca gjona edhe ca lloj emocionesh, ky nuk mund t'i kaloj dot, se s'ka shku njërë te baba t'i thot se ka qenë fëmijë që ma bëj këtë nerë, ose ma bëj këtë nerë, ose ma bëj këtë nerë. Tashi, kur ka qenë kryetar apeli, ka qenë zyrat i ka pas mas Rozafës, e ke parasysh. Po, edhe rinim aty bashkë, te 9 kaçet mrapa, aty rinim bashkë e bonim. Më vinë mu këta të lagjes, ceni, këta gjithë, këta qunë edhe lagjes, ishin rritë fëmijët, ishin boga 5-16 vjeçë, 17 vjeçë, 18 vjeçë. Më thonë, Luc, kena i halë të mollë, qalë keni, a mon, hajde në ata ko, po vim, ne, vinja, 2-3 shok fëminije, shok lagje gjithë, qalë keni, thësh. Ore, më thanë, ti atë qimin e ke vlla. I thash, vlla, kom, qa problemi ka? Ore, na kanë kap kalamojt me cigara shash, njoni me cigare, tjetri me 2 cigare. Na i kanë qu për gjykim, e na i kanë lonë mbrenca ditë, tashi do të shkoj të apeli për mas sigurie, si ishin këto, po ligjet ishin ronda. Qa thone me tash, po i njifsha gjithë, tha, kupto, që s'ki lidhe ma punë, po i fuqin, i minuren. I thash, unë nuk i kom thonë e gjotë qimit nga këto muhabete se s'bojë të i shkoj të zyra. I shkoj të zyra. Qa ke vlajim, si ka arë, se s'ka ardha si herë, hajte shive, kjo zyra ime, kjo këtu. Unë më lezë, s'ko marrë me pas zyrën, i thash, po kom këtë halë. Qa problemi ke? Kështu. Kush tha, i njifte ja 3-4 nga këta, pësh i njifte të gjithë. Kush tha, quni filon, po qa, sa vjetë që janë kaq, 30 atë vetër. Kush i shky. Nese mjes ta të vish filonor këtu. I ki unë. I thash, po ti mor ata? Jo, tha, po s'mer njeri. Unë shkullë i thash, ata priqin poshtë që gjithë. Hy mrena aty, hyni mrena. Ha, tha. Keni pia shash, Keni bo këtë punë, filloj të ullë rritë, ma betet e ty në njëna tjetër. Qunin komi, tha gjithë, po. E me quni filonit ti? Po, i tha. Po ti quni filonit, po. Po ti quni filonit, po. Ty s'ta njohë babën, i tha. Po ty s'ta njohë babën, ty ta njohë babën. Jo, pash, mo, tha. Me këtë punë, tha, që i boni, tha. Unë për zotin, tha, veshin ka me okput, tha. Dullën për jashtë. Ata u kënoqen, ata prindrit. Më thonë, mund qatë i hapim në gjo. Kujt i jep një, thash, po. Pa i të refi, thash. Kujt me dhoni, thash. So është nga ta që merë. O, lusë, që të bëjmë? Me qenë katonari, thash. Me qunë i gjalp, a me qunë i pem, në i mollatare, në i gjoa, në i pull, kupto? Bova ki, ja u merte, i thash. Si i merte, thash. Po i thash, pa i nëzori si qazim mulleti, i thash. Hyni si qazim mulleti, i nëzori për jashtë. Tash i kjo është qimi, që t'ja spjegosh gazetarëve. Dhe emrin qazim mulleti, qimit në Tiranë, ja ka vu kjo burri këtu. Dhe qimin e kanë qu të veni që i takon. Qim Hajdari është qazim mulleti i Tiranës. 1 dhe mos haro, është mëkomsi mbretit 2. Dhe mos haro tjetër, që mëkomsi mbretit është fryma e mbretit. Dhe më mirë se mund ta përfaqësoj Qim Hajdari, të ndershmen, populloren, të virtyqmen, devoqëmërin, burnin, asi nuk mundet do të me përqu. Është vërtet.
Tash ti lirove çik lirove se na çmena tash ma çlirove çik e burr tash. Tani të bëjmë qefin të dyja palëve. Se jeni të dy vipa keni gjeti peshkatar këtu tash. Ti e më vjen se e ke dëgjuar në Shqipëri dhe në Kosovë që flasin bashkimi duhet bërë kjo, duhet bërë ajo. Bashkimi na bashkuar. Dhe të gjithë shumica në demagog. Ja po bashkimi, ja. Çam bashkimi do. Jo vlla, ne nuk leme fol. Nuk jes nuk leme, nuk leme. Fish Rozafa njëgu e ke sola, ja morsha lije, bejmë në gomë vla, gomë shok, e gomë mi. Dy vlezën talentuar për biznes, ja ku Shqipëria Kosova. Ta prish pyetjen, shumica mbeten te demagogjia pa hedhur asnjë hap konkret. Ti je një nga ata djemt dhëndër Kosove që ke bërë bashkimi realitet apo jo? Unë jam bashkuar në Kosovën këtu në Elbasan. Në dasmën mbar shqiptare, po. Dhe sot ke një fëmijë, një vajzë të mrekullueshme. Dhe për kuriozitetin e spektatorëve, se mase këto duken kinezrira, po unë zebe në Zot, në Zot ju zebe, kur i kom mik punojzve të mi, dhe i kom thonë që Arbri, djali shokut i ngusht, është martu me vajzën e një mikut, bashkohen me vajzën e një mikut tim që janë shumë pasun, janë qu gratë, për atë Zot, du të bëjmë i peshjesht, karamele, kështu 2.000 lekësha, 3.000 lekësha, i kom thonë, nuk shko, hudhja ty, hudhja ti shkoj marë, këto gratë e fabrikës. Ajo është bukuria. Gratë e fabrikës. Je dhëndër i familjes së njohur Devolli. Dhe di çfarë më ka bërë përshtypje para 4 vjetësh, Gjeri Luca më ka thënë hajtë prezantoj 2 miqtë e mi nga Kosova, unë i kisha në tavolinë, po pinim kafe, erdhi nata, osa do të flini këtu te hoteli jon, i Rozafët, shkuan te makinat, morën ato çantat me rrobat e gjumit dhe i thash me lezet, ora kush janë këta dy se kemi kaq orë në tavolinë? Këta më vëllezërit Devolli, pronarët, biznesmenët, sipërmarrësit, dhe ngela i shtangur. Gjithmonë mendoja 10 roje, bodyguard pa fund. Pse, po ta them unë pse. Duke qenë njëri. Po ta them unë pse, jam biznesmen më të mëdhenj në Kosovë, po ta them unë pse. Po ta them unë pse, që mos gaboni. Sepse janë prodhuesa. Janë prodhuesa. Jo, më bëri përshtypje modestia, dhe kur e mora vesh pastaj Krushia, natyrisht që unë kam punuar dhe 4 muaj te Klan Kosova, më kanë respektuar, kanë treguar korrekt. Si ndjet Arbri si dhëndër oligarkësh? Ti mos dëgjoj. Pa e quni Gjim Hajdarit si njët e jella. A i njët si kaposh. Po si njët. Si njët e. Tavolinës, folëm në follim fare për qimin, tani ka radhën. Po ti ajo është vajzë e babës mirë, di vend e vetë, po kjo quni kaposhit mërë. Për jetë vërtetës, blerimi, shkëlqimi janë 2 njerëz të veçantë. Janë të veçantë sepse që ditën kur unë kam shkelur në shtëpinë e tyre dhe deri më sot, gjithmonë më kanë dhënë një afrimitet vëllazëror, jo një marrëdhënie dhëndri. Dhe mendoj që suksesi i tyre është suksesi i 2 çunave, 2 burrave që e përmendën edhe ti me modesti, po janë dhe punëtor të mëdhenj. Prodhues. Janë punëtor të mëdhenj. Këto diskutimet që bëhen për të etiketuar njerëz që oligark, kam përshtypjen se ata që janë vërtet oligark nuk e prekin punën në thelb. Domethënë nuk janë afër punës, e kupton? Dhe ata janë 2 njerëz që kanë mungesë të papartë kohës tyre për të nejtë me fëmijët e tyre. Dhe nuk e dia ka gjë më të bukur në botë se sa të kalosh kohën me fëmijët e tuaj. Kanë sakrifikuar gjithë jetën vetëm punë. Njerëzit mendojnë se sukseset vijnë nga qielli pa punu. Nuk janë të rastësishëm punën e tyre. Dhe mendoj që njerëz si ata, që nuk janë të vetmit, ka të tjerë, që besojnë trojet tona mund të bëhen 10-15 kokra të mira, janë njerëz që i duan vendit, i duan Shqipërisë, i duan Kosovës. Janë njerëz që jo shumë e din, por kontribojnë për vendin. Dhe unë jam krenar që fati më çoi, që sigurisht fati, por edhe bindjet e mia që
Njihesha me një njeri të mirë që është bashkëshortja ime, që dhe ajo është një punëtore jashtëzakonshme, ka trashëguar gjithë genet e familjes vet. Dhe unë jam krenar që gjysma ime më e mirë është nga pjesa jone më e mirë që janë Dardanët. Kështu që mendoj që unë e kam bo bashkimin... Familja jote është Shqipëria e Madhe, në miniaturë. Në kjo, Arbër, të shqizit, të dalim qik nga kornizat, që se nuk të shof do të mërë nga kornizat, du të shof shlirëshëm si të njofën ty si jeti. Ta shti, me thonë drejtën, Shqipëria mesme janë njerës, është toke butë. Janë njerës butë, janë njerës të urtë, janë njerës të mënqur, janë njerës, kupton. Janë njerës të fortë, mërë, kush komandon shpi, ma kalzojë. Po, ne i kemi të ndara rolën, nuk kemi kështu garë. Kush komandon me i moment, kupto, a i nizën lambat e veriut asaj, se në kampanja e është zjarë, a i nizën lambat e veriut. Sepse kjo jeta bashkë shorti për bashkët. Dikush duhet jetë zjarë, dikush duhet jetë pak me i tërhequr, kupto, të kundërtat afrohen, dërsa të njëjtët largohen, kupton. Pra ne kjo martesë është e suksesshme blend. E kupton apo jo? Pra ne i matë mori përmetaren. E kupton? Leskoviqare përmetare nga frashi se s'mund ta përballon edhe një damar nga Kolonja, Çim Hajdari, kështu që e ka i damar. Dëgjoj, e dini pse u kam ulur sot të dy përballë njëri tjetrit? E ka i damar. Se që të dy keni herë në publik një akuzë të përbashkët. I ndihmon qeveria i njërin me fundjavën ndryshe, tjetrin me Rozafën e Labinot. Ja ku jeni në sjaronin qikë. Ja, po të sjarojë një pari, e mësë të vazhdoj e se është miri. Qeveria mu më një mosë më pagu rogat e mira njerëzve që kom. Qeveria mu më një mu me eksportet që bëjë. Qeveria mu më një mu me ondrat. Qeveria mu më një mu që ble gjithë notën pa gjumë si do t'ja dalë mujt e si do t'ja dalë 15 ditëshit. Këtë një mu qeveria mu. Cilët magazina? Magazinat të se keni puqeni të dy në të njëjtën. Çfarë magazinash? Magazinat, si ai që ka shku atje në fund Tiranës, se Tirana është zmallu për ditë dhe duke sigur është mrena Tiranës, dikur kur kemi qenë në fëmijë, atje ku ka ky magazinën, ne donim 2 orë me ikë në kom, shkojshim u lajshim, e kupton? Me babë të vet, e kupton apo jo? Mezi kalojshim mes Klunit, mes Malit, mes Dreqit, shkojshim te ai repartu shtarak. Këtu që jam unë midis maleve, kupton, se këtu do të vi më vonë çik qytetnimi, po kam ardhur unë me shumë qytetnimi. Këto kanë qenë gjitha në tokë, siç i ka marrë ai në tokë. Tash të të kallzoj ai, të kallzoj edhe unë. Sa kam pagu unë këtu? Masi i kom pa hipotekat që në kot Italisë, se të kujt janë. Dhe sa ka pagu ky? Me mu, që besoj se dhe me këtë, kanë ardhë janë talë. Na kanë vu metrin, ta maroj. Na kanë vu metrin, dhe mu këtu ma kanë llogarit me 190 euro metrin katror, nuk ka pas asi godin, gjitha në tokë, i kom mor, i kom hedh, i kom shkull, makinat e vjetra, i kom qur diku tjetër, i kam bërë pjesën ku dorinin makinat, ma thanë lumit e pralla, e ku ta diu se çfarë, sponsorizoi Ministrinë e Mbrojtjes për të. Pyete këtë sa ka pagu për metër katror. Unë ka pagu 1.4 miliard këtu. E kisha gjetë tokën këtë katun, ku të ntekej me çerekun e çmimit. Që ta dish. Ky oneri që më ka bo mu qeveria shqiptare t'i hapin t'i shohin letrat e mia, dhe në të njëjtën rrugë që kam shku unë, se vitën pyste daj, ka kalu dhe ky nëpërmjet privatizimit, që jam i bind që edhe këti do t'ja kenë vu metrin katror më tepër, sepse është më afër Tiranës. Të njëjtën fat të refundova. Të njëjtën fat, më burr, njëjtën fat. Ne, domethënë, fondacioni aty hyri fillimisht si qeramarrës, dhe pasi hym atje, ku pam që pothuajse 90% të objekteve ishin rënoja, ishin në fazë të degraduar. Mbasi morëm këto leje përkatëse, filluam shëmbjen e objekteve dhe menjëherë kur filluam shëmbjet, lindi nevoja që përfaqësuesit e ministrisë të vinin dhe të vlerësonin rënojat. Dhe kur erdhën të vlerësonin rënojat... Ministri e Ekonomisë. Po, në atë kohë ka qenë financa, kanë qenë bashkë. Kur erdhën të vlerësonin rënojat, ne morëm vesh që rënojat, për të cilat ne do t'i shëmbnim për t'i hap rrugë projektit të ri, ishin në një vlerë reference
gati sa që ishte referenca e tregut sipas Institutit të Ndërtimit, që ishte gati 350 euro metri katror. A thash që 90 unë double. Dhe ne nisëm një diskutim që për herë të parë në Shqipëri, një fondacion kishte marrë me qira një pasuri publike e cila kishte prej 40 vjetësh që ishte abandonuar në rrugën e Arbrit. Ishte tepër vështirë për ne se jo vetëm që duhet të bënim fushat edhe të grumbullonim njerëz dhe fonde për të realizuar projektin, por njëkohësisht duhet mendonim edhe që këto gjëra që ne po shembim duhet i paguajmë. Dhe në 2022, pasi ne kishim realizuar investimin sipas kontratës, çelëm procedurën për blerjen e asaj prone. Dhe kur bëm blerjen e pronës, ne atë pronë kemi bler gati 1 milion euro. Pra kemi bler objektet që kemi shëmbur, të cilat ishin Ronoja. Edhe sot e kësaj dite fondacioni vjen të paguajë një kredi goxha të lartë për blerjen e atij trualli. Pra nuk ka këto aludimet që çakullojnë që shiko se fundjava ndryshe nuk i mbyll dot gojët e njerëzve. Është fajo, se kam unë në fokus për të mbyll gojët e njerëzve. Për mua intereson bira dhe gardit edhe fjalët e dynjallikut smyllen mua intereson e vërteta që për hir të vërtetës me atë shumë ne mund ta kishim bler tokën 2 milion herë. Tash unë e blija brek detit, këtu ko marrë për fuqi punëtore, ashtu siç ke shku ti për magazinim, për punët e tuaja aty se ke pas jashtë Tirana. Tash i të them diçka se të thonë mu ku më nimoj shteti. Tash ti, për ata gazetarët e tuj, për lullumin e gazetarisë dhe për qend që shajnë nga mjesit deri në darkët. Tash ti po të shpjegoj unë, po edhe në emër të këtij se ky është më i përmbajt e ka statut tjetër, statut tjetër, unë jam ndryshe edhe nuk përtoj për t'i shajt. Tash ti, kum ka një mu qeveria, mu që lef unë për qeveri nga mjesit deri në darkët, që më thonë mu pse lef. Qeveria mu më kalon me punu, orë zotëri. Qeveria mu nuk më ka dal me më pre rrugën, orë zotëri. Qeveria mu kur i bi telefonit dhe u lëras për të gjitha procedurat, qeveria mu më ri gati. Ata lumrat që gërthasin me historinat, jo banda, jo krimi, jo ky, që ta di opinioni publik dhe këta gazeleshat që na pas kanë bo nërë, unë jam, Rozafa është, 23 vjet kanal blu në Europë. E di që do të thot kanal blu? E sqaroj për publikun. Po e sqaroj për publikun. Kanal blu do të thot që mu nuk më hapet as një kamion ka që besushim jam unë në Europë si Rozaf. Dhe hynë në Shqipëri 5-6 kamiona, 7 kamiona në dit, e dalin nga Shqipëria 3-4 kamiona në dit, 5 kamiona, 10 kamiona në dit, dhe shtisi në gjithë Europën, dhe Rozafa në gjithë Europën është kanal blu, që ta dini. Dhe tjetra, dhe më të mërshme, di kush është, se pa maru këtun, mu lutën, si që mu lutën, sepse te partit ka dhe patriot. Kur shofin njerëzit që punojnë, thonë, ore, Luc, na hap një punë grapsh. Ore, Luc, se po lejmë pa folë se kena fëtu zotnin, na hapi punë prenjas, na hapi punë malik. Unë jam turë me vrap. Dhe i kam hap të gjitha. Pra ti nuk e shkuar në dërmim të ndërkosh hotele. I kam hap në për zona ruale, i kam hap që gjitha këto. Tash i qanol. Kam 4 vjet, 5 vjet që ri me letra unë të Ministria e Ekonomisë dhe jam bëjt qesharak. Që kom edhe dashamirësinë e tyne, për të myll historinë që ta kthej 2 gjojele, kupton, turistike, këto pika, dhe nuk firmos kërkush. E kuptoj problemin që nuk firmosin se tremen nga historinat se s'është muhabet për të bopo me qenë se ti e preke spaku dreqi i biri. Tash i unë po të pyes ty si një njeri që jap energji pozitive në Shqipëri. Ky si një njeri që është një djalë i ri, një shembull jashtëzakonisht pozitiv në Shqipëri, që mund të ketë projekte tjera. Unë ku duhet të ankohem unë, ose ky, ose tjetri, që japin dhe kryojnë këtë frymë, ku duhet të ankohen që nuk firmos njeri në administratë shtetit për të hecë për para ne, bashkë me njerëzit tonë dhe për të bërë mrekullina tjera që të kemi mundësi për të bërë Shqipërinë tonë më të bukur, që s'firmos kush? Pse nuk hapin këta të spakut, si që kanë hapë për korupcionin, një drejtori ku ne, që dumë të punojmë, të shkojmë dhe të ankohemi, kur i kemi gjithë letrat në regull. Përse këta nuk firmosim? Ti e gazetar, pëse si ngre këto probleme, më falë se nuk du të hynë këto gjona i dashur Arbri.
Ja ku jemi, t'i ngrejmë, të dëgjojmë investitorët dhe njëkohësisht të shpërndajmë lajmin nesër. Nuk është momenti. Ka një gjë blet që unë nuk e dia do ketë rast të dytë, domethënë në botë ku një fondacion të detyrohet të blej rënojat që ka shëmbur. Domethënë, ti blej rënojat. Në fund të ditës ajo është një pronë që është në emër të fondacionit Fundjavë Ndryshe, ka krijuar disa shërbime publike, ka krijuar një ndërmarrje sociale e cila është funksionale, ka punësuar njerëz nga zona, ka ndihmuar familje që i marrin gjërat që ata prodhojnë, ndihmon funksionimin e kësaj qendre që tani një vit e gjysmë ka që u hap rruga se ne s'kemi pas as rrugë me shku atje. Pra mendoj që ne ajo pronë që do të ngelet e fundjavës, jo e arbërit, që janë dy gjëra të ndryshme, është e para dhe e fundit. Nuk ke asnjë procedurë tjetër që një fondacion të blej për shërbime publike disa rënoja. S'dodh mojo. 11 vjet më parë nisët me qeset me miell, me vaj, me ushqimet për familjet në nevojë, pastaj kaluat te ndërtimi i strezave të ngrohta, pastaj te kurimi i fëmijëve sidomos në spitalet në Shqipëri edhe jashtë. Vazhdoni me të njëjtën temë. Ku e shikojmë Fundjavën Ndryshe pas 10 vjetëve? A do të mbetet një organizat humanitare që do t'japi këtë lloj ndihme apo do të zgjerohet me punësimin, me arsimimin, me bursat? Fundjava është e zgjeruar sot me punësimin, është e angazhuar me dhurimin e bursave, me mbështetjen e fëmijëve që duan të vinë nga gjithë Shqipëria me mësu në Tiranë, por i duhet një shtëpi apo i duhet një bursë. Pra një qendër e mirë fill sociale. Fundjava Ndryshe do ta ndryshojë objektivin e vet në varësi të nevojave që do të ketë shoqëria shqiptare me kalimin e vitit. Unë nuk e di çfarë nevojash do ketë Shqipëria mbas 10 vjetësh. Por di që sot ne jemi të fokusuar për ta zhvilluar një familje nevojë dhe jo për ta mbajtur gjatë gjithë kohës me ndihma periodike me lëmosh. Po mirë më arbri human. Po, a ke mendru më arbër, se ke fitu dashninë e të gjithë, si e thonë do të morin sysh. Po ndroj që i kërpur. Po kush s'ka bo parti politike këtu? Një parti politike që të ketë në themel humanizmin, do ishte, jo parti, një lëvizje që të kishte në themel humanizmin, do të ishte kryevepër, e para, e dyta, e di pse ta them këtë fjalë arbër. Unë e di, unë jam nga dëshmitarët e pakët, ose nga njerëzit e pakët që ty të njoh thellë. Njoh thellë se të njoh familjen, njoh nga vjen, njoh që fëmijë. Tash i çanol, digjonet e ke nis fëmijë, ke nis me shumë shpirt. Tash ti, normal që mosha bënd veten, edhe gjithë kjo pjekuri, je bo shumë racional. Atëhere, për t'ju përgjigj ti racionalizmi, unë kam përshtypjen që vërtet duhet kjo ndihma për të ndihmuar njerëzit që janë gjunjë, ose kanë i cen, ose kanë i problem, ose kanë i smundje. Por mendoj që arbri duhet kthehet racional që të futet pak tek fryma e profesioneve, të futet pak tek politikat e rinis, të futet pak tek politikat për t'i treguar rinis rrugën e vërtet, sepse nuk mund dalin gjithë me shkollë të lartë, se ajo copa diplomës nuk vlen, po profesioni është më i mirë, por Shqipërinë ne duhet ta duam fort se na ka falë Zoti shumë të bukur, por që ta duam fort dhe ta zbukurojmë, një vend e zbukurojnë njerëzit, po njerëzit e zbukurojnë kur kanë energji pozitive, po energjitë pozitive t'i krijon puna, t'i krijon rinia, t'i krijon ëndra, dhe unë e shoh arbrin që arbri gradualisht duhet kthehet në një inspirus, si është kthy për këto shtresa, duhet kthehet inspirus për shtresat që japin gëzim, që zbukurojnë Shqipërinë, që japin perspektivë, që kthejnë njerëzit nga emigracioni. Dhe ti e ketë gjithë mundësinë, sepse familja jote e bekume, bashkë me një familje rebele, të atyne bjeshkve, biznesi, dhe ky kombinim i madh, unë kam përshtypjen që ti
duhet të shofësh veten tate që të kalosh në një status tjetër që do të jetë shumë më i vlefshëm për Shqipërinë tonë. Unë këtë gjykim kam, Arber. Nuk ta kam thonë njëherë, po ta them sot në podcast. Nëse kemi bërë ndonjëherë këtë bisedë, edhe pse kemi kalu shumë orë, e vërtet, kemi kalu shumë orë me njëri tjetrin, edhe nuk e kemi bërë këtë bisedë. Në fakt edhe të kjo temë unë du që të ngelem racional. Pra, sigurisht nuk hedh poshtë asnjë nga ato fjalë që thua, por unë nisa këtë punë shumë i vogël. Pra, isha 18 vjeç. Dhe sot, pas 11 vjetësh, vjoj t'jem ende i ri. Dhe mendoj që përmes kësaj pune dhe me gjithë rrjetin që kemi krijuar, ku kemi pjesë më shumë se 15.000 të rinj, në rang kombëtar, por edhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Fundjava është një strukturë mirëfill që është në një fazë shumë delikate të stabilitetit të saj. Dhe unë mendoj që ky organizim do të ketë nevojë që unë t'jem aty të paktën edhe 1 vit e gjysmë, 2 vite. Sepse unë nuk dua kurrësi që në rast të një angazhimi tjetër, kjo organizat të dobësohet. Por ky sistem që kemi ndërtuar e ka të nevojshme prezencën time edhe 1 vit e gjysmë, pasi ne e kemi kaluar tani më organizatën jo vetëm në një organizatë që mbledh donacione dhe bën punë, por në një organizatë fitimprurëse e cila prodhon të ardhurat. Dhe kjo u bë me qëllimin që kjo organizatë të vijojë gjatë gjithë jetës, edhe pas ikjes time nga kjo botë, të vijojë, të ndihmojë njerëzve me financat e veta. Pra jo gjatë gjithë kohës duke kërkuar donacione, por të ketë të ardhurat e veta të sigurta. Unë mendoj që ashtu siç ju e dini, në Shqipëri është krijuar një sistem politik i mbyllur. Pra që nuk lejon individ të rinj që të hynë në garë të barabartë. Kur flas të barabartë, flas në një garë jo të barabartë për nga madhësia, se sigurisht forcat e reja janë më të vogla, por në barabartë, dhe për këtë e kam fjalën për kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor këtu nuk i lejon më individet që të hynë as nga oxhaqet dhe jo më nga dera. Dhe si pasojë, ky kod zgjedhor sjell një sër problemesh tjera që ne kemi në hierarkinë e pushtetit, siç vjen parlamenti dhe institucionet me radhë. Unë nuk e kam ndjer akoma që duhet të lëviz nga puna që sot po bëj, sepse në thelb ajo që po bëj është që t'i shërbej njerëzve. T'i shërbej njerëzve që kanë nevojë, por t'i shërbej edhe të rinjve, duke krijuar një model disi frymëzues për to, një model zhvillimi, suksesi, dhe aq më tepër nuk duhet harruar fakti që në gjithë shkollat anë mbar botës, në vendet e zhvilluara, vullnetarizmi është shumë i vyer për çdo. Dhe ne krijuam një sistem që t'ia mundsojmë çdo të riu që t'i bashkohet. Por ajo që po bëjmë tek fundjava nuk është thjesht bamirësi dhe vullnetarizëm. Ne kemi të reja që po i financojmë idetë të tyre dhe nuk ka lidhje me bamirësinë. Pra ne po financojmë libra, ne po financojmë shkolla profesionale, ne po financojmë ëndra të trinjve dhe të rejave që aplikacione inteligjencë inovative që nuk kanë mundësi t'i sigurojnë. Arber, me këtë koncept nuk jam dakord. Unë mendoj që bamirësia më e madhe në këtë jetë është që njerëzve t'i tregosh rrugën. Kështu që kjo që po bëni është bamirësia më e madhe për mua që mund të bëj Arber Hajdari për Shqipërinë tonë. Duhet kesh një gjë parasysh, Arber. Unë personalisht që të du fort, që të njoh që në bërtham, do më dhimbje shumë sikur të shikoja në Parlamentin Shqiptar. Parlamenti Shqiptar është monopol i llumit. Sepse unë kam aty një mik të shenjtë, që nuk është një sekret e di gjithë Shqipënia, që mua njëri më dhimbset. Dhe unë mundohem të luftoj me gjithë forcën time tek puna ime, të ajo që bëj unë, për t'jarë sa do pak në ndihmë frymës tij. Kur kam dalur në për televizione, Arber, dhe kam gërthit dhe ulërit para 5-6 vjetëve,
mi ka ardhë keq mase dhe miqve të mi që 90% e parlamentit shqiptar, për mos me thonë 95, 99, kështu jam shpreh, janë lum, të paftyr, hajna, intriganta dhe modeli më i keq i Shqipërisë tonë. Këtë unë e kam thonë, Arber, këtë unë e kam thonë për herë dhe jam shumë dakord me ty që kur nëse del një sistem tjetër, kupton, unë menoj që djemë si ty do të thonin, atëherë do të ishte e vlefshme që djemë si ty të thonin fjalën parlament dhe nuk ta heka si presje. Po derisa të hiki nga qarkullimi ky llum, që unë menoj që do iki me hyrje në Europë, sepse do jenë ligjet e Europës. Arber, ti ke shumë forcë mrena vetes. Thash të njëjtën gjë. Kthe të njëjtën gjë, po bëre një lapsus që the nuk bëj vetëm bamirësi. Dhe po ti rikthehem dhe herë dhe po të them. Bamirësia më e madhe që bën Arber Hajdari është i tregoj rrugën që ka kaluar Arber Hajdari, qytet me 18 vjeç deri sot, drejtimin që ka marrë Arber Hajdari, modelin që ka Arber Hajdari, që njerëzit gjejnë modelin e vet. Unë 18 vjeç kom qenë 3 ndege 2 maj, o Arber. Kom qenë 3 ndege 2 maj deri 6-7 vjeç, o zotni. Dhe të menosh që ti 18 vjeç, në atë rumpall që ka pas Shqipëria, në ato vese që ju krijuan Shqipërisë mas fillimit demokracisë, ti ke vrapu për të bërë sevap, për të ndihmuar njerëzit, një fëmijë dhe ke bërë gjithë ato miradina. Është një njeri që duhet të ketë ndriçuar fryma Zotit, për menimin tim. A do që t'jemi sinqert? Dhe je ta myll, dhe je njeriu tashti që unë një nga dashamirësit shpirtëror tëndit të shikoj që ti me forcën që ke dhe me njerëzit që ty të ndjekin dhe duhet zhgulësh rrehun e tokës me rinin. Kjo është ajo që unë kërkoj nga nipi im Arber Hajdari. Qa kërkon konkretisht? Konkretisht unë kërkoj që ti të merresh shumë me rinin. Me rinin po merrem unë? Po dakord. Dakord. Jo më me bamirësin, po me rinin. Bamirës për të drejta studimi, bamirës për shkolla, bamirës për specialist, bamirës për me u përplas me vesin. Me njerëz që kanë vese, që kanë rënë pre e alkoolit, Vetëm 10 kemi dhënë 260 bursa. Kjo është gjë e madhe. Këtë dua të dëgjoj. Kemi paguar Qeran në Tiranë për 210 studentë nga gjithë Shqipëria. Bravo. Po jo çdo gjë që ne bëjmë, Shkon atje ku duhet. jo çdo gjë që ne bëjmë del në televizor apo Jo duhet dalë. ka shumë volum. Ne s'do ta kujtonin Bigu, unë vetë e kujtova, kështu që bëu gati për pyetje të forta. Jam i gatshëm. Ardhja e Monika Kryemadhit, unë si gazetar them ishte një risi e fortë. Gjetëm një publiku po shikon një Monik krejt ndryshe, një Monik pato akuzat e rënda bashkëshortore, partijake, politike, mëkatet, pra njerëzit po shikojnë një Monik më të bukur, më qytetare. A mos ndoshta energjia jote ose ai koltuku afërteja, nuk e di çfarë ndodh. Shiko, mos e ka pastru pak me energjinë e vet. Bled, është vërtet kjo që the, edhe në fakt as unë nuk e kam prit që t'ishte në këtë mënyrë, po mua Monika më zhduk shumë njerëzore. Edhe sigurisht që ne aty kemi kohë edhe jashtë kamerave, të rrim me njëri tjetrin, të flasim, diskutojmë. Edhe më pëlqen që Monika është treguar jo vetëm njerëzore, pa komplekse. Por është zbutur. Edhe tani e ke parë komunikimet e Spaku, qesh, këndon, kërcen, nuk është Monika egër që shanë. Ndoshta ky program, po është dhe energjia me sysh. Patjetër, energjia jo vetëm e imja, po e gjithë grupit që drejton programin i ka dhënë energji pozitive. Edhe ka gjetë veten. Ndjem veten më mirë me Ledion apo me atë si ka ajo. Ajo që ka qenë përpara, si ka ajo. Thuaj emrin e prezantuesit tjetër. Me Arban. Me Arban Osmanin. Si ju mbushën ku ndjen? Ke nostalgji? Tani, unë kam kalu goxha kohë me të dy prej tyre. Edhe sigurisht që mendoj që janë të dy profesionistë. Por unë e kam gjetë më mirë veten me Ledionin. Do me thënë, me Ledionin kam arrit në një nivel komunikimi që
nuk flasim fare, jemi gjatë gjithë kohës komunikojmë vetëm me sy. Edhe Ledioni më pëlqen sepse është një njeri që të dëgjon mendimin, e respekton mendimin, pavarësisht se mund të jetë kundra mendimit tënd, dhe është shumë i edukuar, edhe kur ka dëshirë të kundërshtojë, është shumë i edukuar. Dhe unë kam gjetë më shumë veten, më shumë kimi me moderator Ledionin. Duk sigur largimi i Arbanës do sillte një boshlik të madh në spektaklin më të madh mbar shqiptar Big Brother, por Ka gjë të pazemshme. ndodhi e kundërta. Pra, Vetëm unë s'kam lëviz. ai boshlik u ngushtua, Ledioni bëri një punë të përkryer dhe nuk e la atë dashurinë të zhvendosej Nuk ka gjë diku në ekran pazemshme tjetër. një edhe zotnia duhet ndroj format të shkojë në emision tjetër tash, era funi që duhet ri atje se kaq herë tash, kaq vjet nuk shkon. Po mban shënime, shikon? Po, i marr shënime, do çfarë flasun i marr shënime normal. Tani flasim hapur. Hapur. Do dalësh në pension opinionist dhe s'ka lyp me CEO probleme, i fundjavës ndryshe, apo do të shikojmë në një ditë prefekt Tirane, apo Po prefektin e kena vuajtur Azimulletin tash që na ngatron me që prefekt. 32 vjeç. Prefektit ja morë shat ligat. Prefekt që mas qazimit dhe erë qazimim në Tiranë tash, më leti, më le. Ai që na erdhi. Ai është tokëzimi i Tiranës. Do të e them, paçi me jetë, po këtë do të çunin them, e ri. do të them, Ky duhet i kthehet energji, më fali 100 herë. Jo, s'ka gjë. Ky duhet i kthehet energji, Zoti i ka fal kaq shumë energji pozitive, sa ky duhet i implementojë Energjia te rinia. materializohet në punë akoma më të mira. Eksakt. Qofse sot jenë në sektorin e organizatave jo qeveritare humanitare, Unë ndërhyj që ta thush si ëndrën përfaqen- ta thush çik ëndrën më lehta, kupton. Se ëndrën do na tregosh ti në sot, se s'ke ka shkon tash. Bled, ditë të them që sot mund të them vetëm që kam një projekt. ta po punoj për projektin. Kam një projekt edhe po punohet për projekt. Kaq mund të them. Edhe jam kaq i konservuar, jo sepse ka ndonjë enigmë të madhe, po sepse jam mësuar që hapat që hedh të jenë hapat të sigurt. Po, si është puna e brezit tonë. Është bërë çik diplomate në përgjigje. Mu pa më shku menja, mu pa më shku ëndra deri te koka unë e tregoj. Jo mi lujt menç. Ja, si do të jem normal unë. Tash ky është kaq i ekuilibruar, kaq shumë. Jo, i kalkuluar, I kalkuluar. Ja na vuri mendimi tani që të vrasim në një projekti. Po. Jo, më jo, nuk është problemi aty, ne vrasim menin se e duam fort, pra ne vrasim menin çfarë. A beson Arbra Hajdari në antarësimin e Shqipërisë në BE, apo Besoj se është larg. As 2030-a? Besoj se është më larg se 2030. Po ne bëj pyetje Arbër, pa zonë. Edhe ti ke pas natyrë rebeli fëmijë. E Po, e vërtet. Ytat, ma bote me sy, ma bote mu, o vjen. Kthej kaptinën këtej. Hajde thosh. Vijoj ta kem, vijoj. Ky është. Që atëherë, kupton se tash ne gjithë e zgjedhim nga një kusht gjak. Ky është. Tash ti, or zotri. Si a bo me këta gazetarët, Allah, se mu kur ngacmojnë, krap, telefonin direkt, kur ngacmojnë. Nuk ngacmoj njëri në botë, sa ma përmenin emrin mërë me politikan, me gazetar, prape ka direkt. Si që kom kërkujt borç, kom 35 vjetë që punoj 20 orë në ditë, tek pull makinë ri, shet njëri me njëri tjetër, si kom borç, krap telefonin. Po si duron e herë kur të ngacmojnë, ka legena. Por hyrë vërtetës, deri tani... A ose vret me në fare, je ftoft. Jo, e vras mendjen, edhe deri tani shumica e gazetarëve që përgjithsisht unë kam kalu mirë me gazetarët, po ka ndërto. Po dhe unë më. Ka ndërto që kanë filluar ndonjëherë të ngacmojnë ose të bëjnë shkrime minimumi pa më pyet mu. Se mund ta bësh një shkrim, po minimumi më pyet. Më merr një opinion, për sa kohë lidhet me mu, më merr një opinion që ta dish paktën versionin tim. Sepse duke qenë dhe djalë juristi, kam qenë shumë i kujdesshëm që të mos shkel ligjin. Edhe nuk e kam shkel ligjin kurrë në jetën time dhe për këtë e vë kokën jastik
dhe Flerhat. Është pra për Dhe gazetarëve, të ta them shjella, gazetarëve, gjëvënia që Gazetar ka miq, unë gazetar, tani të flasim më. 70% gazetarëve i du forti puthin i kanë bus. Unë po them ta legendat e burg, ta zagaret e burg. Nuk janë shumicë dhe kjo është gjë Ja, që duhet nuk janë shumicë. Janë pakicë. Por mendoj që Po e keqja ze vën shpejt. Edhe për ta mund ze e keqja ze vën shpejt, por e vërteta nuk fundoset. Ja, e vërtetë. Kështu që unë nuk jam domethënë i cënuar përveç se më mërzisin nonën. Duke qenë se nona dhe on tjetë smurë, mu më mërzisin nonën se tash i shofin në internet edhe thot qa du në mund pas kanë qitë dhe mu minonë. O Arbër, ma jebe i përgjigje mu, bëj unë për shemull në i video për punën e për këto dhe njerëzit më duhen me thonë drejtën dhe bëjnë për shemull 2000 komente me shumë respekt. Asë një negativ. I kaloj këshu me sy, kupton, i shof që ka frymë pozitive ajo video, po si me zi pres me dal dili, me bone nga smim që të mor një imi tjera që të më sharin. Vdes, se tokzohem. Ta kërkon në trupi organike. Them, të fillojnë të shlohen, të më shajnë, them, sepse nuk jam në regull, po së më shajtën. Pse nuk e merë me sportivitet si mu? Se mu kur më shajnë nuk naqem. Them, unë e kam marrë me sportivitet, ka një problem shumë të madhë dhe është diferencë midis asaj që bën ti me asaj që bëj unë. Sepse, nëse do të godasësh organizatën që unë përfaqësoj, teorikisht ke marrë përsipër që të vesh në dyshim shpirtin e atyre njerëzve që jetojnë jashtë vendit, edhe që një ditë bukur shohin një postim edhe thonë të ndihmoj këtë beben 10 muajshe që po lufton me jetë. Në momentin që ti pa e kuptuar do të dëmtosh Arbërin fundjavën, ti nuk e kupton që je duke dëmtuar misionin e organizatës. Dhe cënimi i misionit të organizatës në fund fare përkthehet në ndihmë për njerëzit. Pra, unë po të deklaroj një gjë, nëse nuk do isha marrë me organizatën, me fondacionin që drejtoj, që për hir vërtetës i kam dhuru vitet më të bukura të jetës time. Edhe vetëm familja ime e di që gjatë këtyre 10 viteve unë nuk kam qenë kurrë afër tyre në asnjë fest, në asnjë pushim dhe totalisht e angazhuar me këtë punë që bëj. Nëse nuk do isha marrë me këtë punë, një gjë e kam të sigurt, nuk më kanë munguar kurrë tentativat për të hyrë në botën e biznesit dhe do të kisha pas punët në aspektin personal shumë herë më mirë. Por e kam ndjerë këtë punë, më ka pëlqyer fakti që po i shërbej. Edhe s'ka mungua si gjë me hyrë në biznes, se e ke pas gjitha mundësi shumë. Si gjë s'ka mungu, mund të kisha hyrë që në një moshë fare të re, ashtu siç është vllai im, ndaç në Shqipëri, ndaç në Amerikë, po gjithmonë ti e di, më ka ushqyer baba me atë idenë, adheu kombi kontributi për vendin, dhe unë këtu do ta bëjmë sot një tull, nesër një tull, sot. Pra, Arbër, shipe çanol Arbër. Ky popull beson rrenën. Fjalët e tuaja i besojnë që të njohin ngern, njohin qeliz. I besojnë dhe shumë tjerë që të njohin babën, njohin njonën, që njohin mirësinë, bamirësinë tate. Ata që nuk njohin, janë të paraprirë të besojnë të kundërtën. Jemi shumë të këqij me njëri tjetrin. Do ta kundërshtoj. Jemi shumë të këqij, jo mu çfarë do thonë, nuk ja falim suksesin njëri tjetrit, ti po flet. Dhe unë kujtoj veten time. Ka marrë përsipër dhe unë të bëj një fondacion. Dhe unë nuk kam një problem ta them para opinionit publik që inspirus për të bërë fondacionin tim ke qenë ti fëmia im. Dhe nuk kam turp ta them këtë gjë. Inspirus. Nuk kam turp. Ne kemi shërbyer që inspirus të jemi edhe për kryeministin. Nuk ka ndonjë gjë. Njerëzit inspirohen nga Tashti problemi është që mu nuk më vjen zor, krijova në Pleqni, ka filluar 60-tat, një fondacion me Mika Luca në emër të nonës time që ja kam zi. Dhe më ka pëlqyer shumë. Ja kam zi jetën, gjithë jetën, kupton? Dhe kom thonë një herë para opinionit publik. Ora këta njerëz, Arbër, të më falësh, që i ka dhonë mundësi ky vend të bëjnë miliarda, është bo miliarder në Shqipëri tjetri. Shikojnë Kosovë, blerimin,
me vllajën e vet, qikon 50, 60, 70 artikuj që i prodhojnë vetë nga këtu, sole, gëu, dyshek, bira, peja, dreqi, biri, janë prodhusa. Dhe prodhusi është patrioti më i madh i një vendi, sepse nuk mund ta mbylli dot qepenin, ditën që mbyll qepenin falimendon. Tash si ka mundësi Arber? Ky show, kjo rren, ky mashtrim në këtë vend, që ky vend që i ka dhënë mundësi njerëzve të bëjnë miliona, nuk kanë prodhu absolutisht asgjë. Dhe kur bëjnë investime në Bregdetit, marrin brende nga jashtë për t'i vurë në emrin, sepse nuk janë zot të menaxhojnë. Ose në të kundërt, morin lekët, shkojnë investojnë jashtë, blejnë hotele me brende tjera, vetëm për lek, asi satisfakcion. Prandaj ti, dashuri im, je model ose një nga modelet më të mira të rinis shqiptare. Prandaj unë insistoj, Arber, që ti duhet të vazhdosh rrugtimin tënd me inspirimin e modeleve më të mira në vendin tonë. Insistoj për këtë punë. A mund të them diçka? Thuhet shpesh kjo që ti the, fakti që këtu nuk ta japin suksesin. Tani në përgjithësi, kjo është një gjë që përdoret shpesh, por unë mendoj që po ta marrim rastin tim, që prej 2014-ës deri më sot, ku isha 18-19 vjeç, dhe deri më sot, është e vërtet që jam lodh, po mu suksesin shqiptarët ma dhanë. Kjo është e vërtet. Mu suksesin ma dhanë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Po gjithë më suksesin shqiptarët na. Eksakt. Pra, a ekziston sot që nëse një njeri me sinqeritet nis një punë, a mbështetet nga shqiptarët? Unë mendoj që po, mbështetet. Dhe kjo është shenjë mirë për shoqërinë tonë. Tu të regoj diçka, sepse e kam vrej që njerëzit e suksesshëm. Njeriu lufton për të keqen, me të keqen, për të shku tek e mira. Dhe ne këtu po më analizojmë shemujt e mirë dhe shemujt e këqij. Nuk po bëjmë demagogji. Këto që po thu ti janë fjalë për menet mrena kornizave. Jo, unë po them ai se kjo është fakt. Respektin, një gjë, ne na kanë dhënë njerëz shqiptarët respektin. Na kanë dhënë mirënjohjen, kupton? Pastaj puna jote quhet e suksesshme sepse ke bërë bamirësi. Puna ime quhet e suksesshme sepse kam bërë shkolla edhe kam bërë punë. Por çfarë luftojmë ne me modelet tona? Ne luftojmë këtë auditor që do me besu rrenën, këtë auditor që të fynë, këtë auditor që nuk merë për shemull modelin e mirë. Kupton? Pra, në qoftë se më kupton drejt, sepse përgjigjen ma dhe sikur nuk kuptove drejt. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj, të tregoj një sekret të dyve. Në përgjithësi njerëzit e suksesshëm në Shqipëri, po kthehemi tek retorika e pyetjes së parë, kanë shumë merak këto komentet negative, rrjetet sociale, frymën e keqe që ekziston. Më dëgjoni, në Shqipëri ekzistojnë rreth 2800 haters, sharës. Në rrjetet janë janë kudo. Ato i kanë pa që kanë filluar shajnë edhe këto dyqanet e luleve. Dhe këto 2800 sharës, që tashmë janë bërë profesionist, nuk e prodhojnë dot asnjë mandat deputeti. Pra, këta sharës nuk çojnë dot në parlament një deputetin e tyre. Janë pakit, po janë shumë pak. Këta sharës mund të shkatrojnë një 5% të një biznesi të vogël, por jo të një korporate të madhe. Dhe këta sharës në kontaktet tuaja fizike, në rrugë, në ambiente, janë shumë misor. Më thoni, sa nga ju kërkojnë të bëjnë foto selfie, sa nga ju thonë sa i mirë je nga afër, sa i mirë thonë, më falë, marrësh nga bekimet tona. Sa i mirë mu s'po më thonë, më burë, jam plak. Pa fund, dhe ja kemi bërë një ditë këtu të restoranti, numëruam sa e kishin sharë, 11-15 komente sharë, dhe ishin 220 makinat parkuara, minimum me 2 veta brenda, kishte 400 veta në restorant duke konsumuar. Atëre,
pse të shqetësohem unë për një pakicë që është dëshpëruese. Kështu që Arbër, ku do i gjeje veten? Te partia Arlind Qorit, e Tik Lapajt, tek PD-ja e Berishës, PS-ja e Ramës, LSI-ja e mbetur e Metës. Tash i bëja bo Arbrit. Pyetje nga publiku, nga salla. Qa i bo, pyetje nga salla. Po Gjë pisa gjithë do zërë, Po ta kisha gjetë veten, do shkoja. do isha pjesë e tyre. Fakti që se kam gjetë veten, mos kujto se s'kam pas oferta. Gjë pisa bu. Po që Edhe më e bukra blend, më e bukra më fal Arbër, më e bukra. E mos ma fyj me kështu pyetjesh djalin. Djali si drita me këtë ta gjeje vetë. Publiku që e ndjek janë mira, duam Oti përgjigje. Arbri bëni punë, nga çdo qa fushë. punë e bën Arbri? Bëni punë sociale. Do ishte më afër atyre njerëzve që bëjnë punë sociale, që duan Shqipërinë e transformojnë Shqipërinë. Afër atyre është Arbri. Afër genit vetë babsve. Nesër është një mision që e ka kryer. Është afër Tiranës. Është një mision që e ka mos bëje kryer. pyetje pa lidhje tash, mos ma vjen siklet kot Bore pa edhe ti lidhje. si syqi të orientojnë e pyetje. Po na si syqi tash syqi më fal Arbër, më vjen shumë keq që si ishte syqi sot tu, i ka dali problem se do ishte bo biseda kryevepër me. Jo, më do e pyes e bëjmë prapë, Do ishte bo biseda. prapë. ligjin e pronave, 17 Jo, më vjen keq se do të kishte Ligjin e kaq shumë dosjeve. nuanca simpatike, se unë rri gërthas vetëm ai ma mbyll gojën, nuk ma mbyll gojën. E bëjmë prapë, ne kurdo që t'jetë syqi mundur. E bëjmë prapë. Ja, me kënaqësi. tash i bledo. Ti je kutia menjes dhe pen më të poshtën, më të bukur, më sadiste, më emocionale, më frymëzuese, më inspiruese se keti nuk asnjë. Do filloj të qaj edhe unë si që janë Ma ngacmo me 5 fjali atë, ma ngacmo me 5 fjali Lipçen, që t'na tregoj ne projektin. Sa ere kam ngacmuar Lipçen para dhe pas kamerave në Top Channel, në korridor, Ma në ngacmo studio, që ne të kemi këtë tavolin një lajm. Ka pas tavolina, shumë lajme. Ja, ma do mi lajm tash, e do mi lajm. Ti e shpitatet tash, takon me dhoni lajm. I kam dhënë lajmet. Po, me lajm. Për projektin që ju thash, kaq mund flitet. Nuk flitet më tepër. Nuk flitet më Edhe si tepër. nuk është ashtu. Po sepse cënon interesat e projektit, mos flas më tepër. është projekt me arkitekt vendas apo të huaj, se ka dalë kjo moda e arkitektëve të huaj, studiove arkitekturore. Kanë qenë gjithmonë projekte për Shqipërinë ku ka pas edhe arkitekt huaj dhe shqiptar. Kanë qenë gjithmonë. Pastaj Sigurisht që- ne kena mësu. Sigurisht që po flasim për arkitekt me famë botërore, arkitekt perëndimor, arkitekt që kanë bërë projekte të mëdha në botë. favor të vogël. Po, Do të hapësh pak xhaketën nga kapi majt, se më kapi syri pash atë logon e shtëpisë presidentit Trump. Dhuratat që morëm në një event në Mar-a-Lago. Do nga trego pak pra? Tani Relakson sa ata gjë lucen. ishte një event disi privat që zhvillohet Në rezidencën në rezidencën e presidentit në Mar-a-Lago, ku isha i ftuar me bashkëshorten time prej netëm 2-3 ditë. Padëm njohje me njerëz të rinj, me njerëz të mirë dhe kaq. A është e vërtet që familja e Nusesson janë miq të familjes Trump? Keni Po, parë janë video dhe foto nga dasma më janë miq që përpara se sa Boj president. të bëj president, janë njohje të vjetra për shkak të marrëdhënieve të biznesit ndër vite. E ke marrë që Luca me Trumpin ka një lloj energjie të përbashkët, të dy supermarsa, të dy. Po nuk bjet kush është më i çmend se njëri tjetër. I ka takuar të dy. Arbër, nuk e di Gjergja ka ndonjë pyetje, po Në kjo, unë kam kopa, ne ka gjatë, unë ngopa, nuk e shklirova dot Lipçen. Ne jam shumë i shlir jam. Jam nebem korniza, por në kjo, unë nuk të gjykoj, sepse puna që bën të ka imponu që të rish mrena kornizave. Jo, e di unë ku ka qenë korniza. Ka qenë se është muaj Ramazani tani. E duke qenë që ai gjëroi,
Gjatë gjithë Zotit ndihmoft, faleminderit. Gjatë gjithë këtij muaji fillojmë një kornizë. Unë kam majt, mund ka rrit Makbulja, e di historinë. Dhe qyfmi 5-6 vjeç, ajo mu me shumë lezet më ka imponu me shumë delikates që natë në kadrit ka imagjinu që 5 vjeç dhe unë vazhdoj a gjinoj. Zoti e pasmërnu. Edhe faleminderit bashkëmiru. Arbër Hajdari, faleminderit për këtë intervistë ekskluzive, do të thoshe. Faleminderit juve shumë për E di që do më shajnë kolegët e mi gazetarë, si na e more Arbrin, kemi kaq kohë që e presim. Ti je mësuar duke të sharë. Jo, do të them që është merite Gjergj Lucës. Ja, e kuptojnë. Kështu që E kuptun edhe nga biseda, e kuptun lidhjen tonë, afërsinë tonë, po me thonë drejtën dhe krenarin time për këtë nip që i kom kaq mirë. Qim Hajdari, një shkrenar për këtë djalë që i ke, bashkë me motrën time Mira, ju du fort e Zoti e nërishoft këtë mrekulli që keni bo. intervista e plot miqet në kanalin zyrtar Gjergj Luca Rozafa, në rrjetet e Rozafës sociale, në rrjetin social të Arbër Hajdarit dhe në rrjetet e mia. Faleminderit Arbër, faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.